Shqipëria i ka dorëzuar notë verbale Rusisë pas sulmeve masive me dron dhe raketa, gjatë të cilave u godit kompleksi rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme thirrri të dielën ambasadorin e Federatës Ruse në Tiranë, Aleksej Zyatsev, për t'i përcjellë protestën e ashpër. Gjatë takimit u theksua se sulmet kishin cënuar rënd sigurinë dhe jetën e ambasadorit dhe kjo është e papranueshme dhe krejtësisht në kundërshtim me Konventin e Vjenës për marrëdhënien diplomatike dhe detyrimet e tjera ndërkombëtare që garantojnë paprekshmërinë e çdo rrethan të sigurisë dhe dinjitetit të stafit diplomatik të akredituar. Ambasadori Ernal Filo në një lidhje të drejtë për drejt nga Kievi për Klan News tha se fatmirësisht nuk ka të lënduar nga stafi diplomatik, ndërsa ndau detaje nga momenti i shpërthimit. Për fat të mirë, jemi mirë. Ishte një nga sulmet më të forta që ka ndodhur që kur ne kemi hapur ambasadën vitin e kaluar. Ne dron dhe raketa të llojeve të ndryshme, nga ato që quhen Iskander, Zirkon, deri tek Oreshnik, pra ka qenë një sulm masiv me dron të shumt që ka vazhduar me orë të tëra dhe dëmet materiale kanë qenë të jashtëzakonshme dhe presioni psikologjik tek njerëzit ka qenë shumë i madh. Ambasadori shqiptar në Kiev deklaroi se Shqipëria mbetet në krah të Ukrainës, ndërsa ndau detaje nga komunikimet me autoritetet atje. Më kanë dhënë mbështetje, kanë shprehur solidaritetin dhe falënderimin që ne jemi këtu dhe japim atë mesazhin që do të qëndrojmë, i gjithë trupi diplomatik do të qëndrojë këtu për t'i dhënë mesazhin edhe Ukrainës se ne jemi me ta dhe do të qëndrojmë me ta sa të jetë nevojshme. Sulmin e denoi edhe ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha. Kjo është e papranueshme, targetimi i zonave civile dhe vënia në rrezik e personelit diplomatik përfaqëson një përshkallëzim të rëndë dhe një tjetër kujtesë të zymt të kostos njerëzore të agresionit të vazhdueshëm të Rusisë. Shpërthimi ka qenë i fortë dhe siç duket nga pamjet e siguruara nga Klan News, janë shkaktuar dëme të shumta materiale në kompleksin që ndodhet pranë selisë së ambasadës tonë në Kiev.